Reparti i urgjencës në Spitalin Rajonal të Shkodrës po përballet me një shtim të ndjeshëm të numrit të pacientëve. Temperaturat e larta ato ditëve të fundit së bashku me problematika të ndryshme shëndetësore kanë sjellë rritje të fluksit të vizitave. Shefi i urgjencës Ardian Dajti bën të ditur se gjatë 24 orëve regjistrohen deri në 135 paraqitje, ndërsa vjet re një rritje rasteve me probleme neurologjike. Është normale tham për stinin ose për periudhën që po kaloj, gjithsesi ka ngarkesë që shkon mesatërisht 130-135 vizita pak në ditët e fundit. Megjithatë thash është edhe për periudhën që po kalojmë, sepse fillon të ndryshon edhe specifika e problemeve, që ose kanë filluar dhe janë paksuar numri i katareve të stinës që kena pas më përpara, tash kanë filluar dalin pak probleme tjera që lidhen me temperaturat e larta që po kalojmë. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake, po kështu shifet se zgjatja e ditës, lëvizja për turizmin të janë në rritje, numri i aksidenteve. Shohim që ka prej temperaturave të larta ka edhe rritje minimale edhe të pickimeve nga gjarpni ose nga insektet, të cilët padashje bën edhe probleme për ne. Një tjetër faktor që ka ndikuar në ngarkesën e urgjencës është edhe numri i lartë i aksidenteve, të cilat kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme mjekësore. Normalisht që këto ndikojnë sepse është si më thonë, e shohim indirekt te ngarkesa që ka edhe nga lëvizjet që bëjnë, por e shohim edhe direkt te pacientët që paraqiten. Vetëm rastet e fundit me dëshërbimet personalisht që kam operuar një pacient huj gjerman, kam trajtuar një pacient huj për subokluzion, tash po merrem me trajtuar një pacient poshues nga Kosova, pra ata janë vetëm problemet kirurgjikale që po flas. Kështu që detyrimisht këto ndikojnë. Për të shmangur mbi ngarkesën e repartit, mjeku Ardian Dajti u bën thirrje qytetarëve që në rastet kur kanë shqetësime shëndetësore jo urgjente, t'i drejtohen fillimisht poliklinikës së qytetit, duke lënë shërbimin e urgjencës në dispozicion të rasteve që kanë nevojë për trajtim të menjëhershëm.